Sa po lë Çajupi dhe hyn në krahinën e Zagorisë, menjëherë gjëja që të bie në sy është pikërisht përjetimi i besimit ortodoks në këto krahina. Kisha dëgjuar dhe kisha lexuar pikërisht për këta njerëz, për këtë krahinë, por mbi të gjitha për besimin që e mbart, besimin ortodoks. Nuk e prisja në fakt që të gjeja të tilla kisha, dhe ai që më impresionoi jashtëzakonisht shumë ishte edhe fakti që kjo zonë është shumë e pasur me manastire. Në fakt, vizita tek manastiri grave i Shën Maris, ndonëse në një gjendje sot të mirueshme, dhe lutem Zotit që ndoshta besimtarët do na dëgjojnë, sidomos vendasit, dhe do të bëjmë bashkë ta restaurojnë atë manastir, që mos e lënë që të shkatërrohet historia e tyre, por edhe përjetimi i besimit të tyre gjatë udhës që vjen pikërisht në fshatin e fundit që ne zgjodhëm të vizitojmë në Hoshdev, pikërisht shkuam edhe në një manastir të famshëm, siç është edhe manastiri i kryeëngjëve, Mikaili dhe Gabrieli. Aty gjithashtu mësuam nga atë Emiliano dhe nga banorët e zonës, mësuam se si kjo zonë gjenden shumë manastire dhe shumë njerëz të cilët ja kanë dedikuar jetën e tyre Zotit. Por kisha në Hoshtov është një kishë e një përmase të jashtëzakonshme. Është hera e dytë në fakt që ballafaqoj me një kishë të tillë. Mbas vizitës që ne bëm me stafin e Radios Ngjallja, me bashkëpunëtorët e mi, gjatë vizitës tonë dhe në prodhimin e dokumentarëve për zonën e Voskopojës, më befasoi kisha e Shën Gjergjit në Shipsk. Por kjo kishë këtu të ofron të njëjtin impresion. Një kishë e mrekullueshme, një kishë e ndërtuar me shumë dashuri nga këta banor, dhe një kishë me vlera të jashtëzakonshme shpirtërore. Është një kishë tërësisht e restauruar, falë edhe sigurisht atyre njerëzve që bën të mundur këtë gjë, por një kishë që ka nxjerrë në pa edhe ikonografinë e saj, afresket e saj. Mahnitesh dhe çuditesh se si ka mundësi që një fshat, siç është ky ku jemi këtu, me kaq banor, ndoshta mund të ketë pasur mbi 200 familje, më thon banorët e kësaj zone që takuam, arrin që të ndërtojnë kisha me të tilla përmasa, por edhe me vlera të jashtëzakonshme, vlera të paçmueshme. Ndodhemi në kishën e apostujve Pietrit edhe Pavlit, një kishë e mrekullueshme, e cila ndodhet në fshatin Hoshdev të Zagorisë. Nga vetë pamjet, na tregojnë me të vërtetë që është një kishë e cila është ndërtuar me shumë dashuri edhe për kushtim nga brezat e kaluar, dhe kjo kishë daton në vitin 1811, atëre kur në gjithë krajinën dhe gjithë mitropolinë e Gjirokastrës kemi kisha të mrekullueshme, që jo vetëm në ndërtimin e tyre janë të mrekullueshëm, por në përgjithësi edhe me afresk. Ashtu siç është edhe kjo kishë, ashtu si edhe në Gjirokastër kemi kishën e kryeëngjëve Mikail edhe Gabriel, e cila është me afresk, ashtu edhe kjo kishë i kushtohet apostujve Petrit edhe Pavlit, është e pikturuar kudo me afresk. Në hyrje të kishës tonë këtu, kemi dhe një mbishkrim, e cila na daton dhe na thotë që kjo kishë ndërtuar posaçërisht në vitin 1811, ku klerikët që shërbenin ishin atë Kirili edhe atë Dionisi, por në fund të mbishkrimit thot edhe murgjirit e tjerë. Aty ku na citon edhe murgjirit e tjerë, ndoshta këtu mund të ketë pas edhe jetë murgjërore, ashtu siç kemi edhe në fshatrat të tjerë të Zagorisë, siç kemi spikatur, ashtu siç kemi manastirin e famshëm të kryeëngjëve në Nivan, kështu që nuk përjashtohet mundësia që edhe në këtë tempull madhështor të kishte për vite me radhë edhe jetë murgjërore. Lavdi Zotit fakt mirësisht, gjatë periudhës së regjimit komunist, ashtu siç edhe duket nga vetpamja, kjo kishë nuk pësoi dëmtimet serioze në agiografi. U ruajtën
Edhe sot është jetesar për të gjitha brezat. Kemi të dhënat dokumentari që përpara vitit 1967 kjo kish ka pas klerikët e vet, jo vetëm në Hoshtev, por kudo në gjithë rrethin, në gjithë krajin e Zagorisë, duke përfshirë akoma edhe zonën e Malshovës, të Mbrezdanit, edhe fshatërat përreth, çdo fshat kishte klerikun e vet që shërbente me devotshmëri në këto zona. Një ndër klerikët më të dëgjuar të fshatit këtu ishte edhe Atë Efthimi, i cili njihet edhe nga populli si despoti i Zagoris ose i Oshtevës. Atë Efthimi jetoi gjatë periudhës kur akoma nuk kemi kishë ortodokse autoqefale, pra akoma nuk e kemi marrë autoqefalin nga patriarkana, pra jetonte përpara viteve 37 dhe nga dokumentat na paraqitet si ndihmës i episkopit Vejsarion Xhuvani në atë kohë. Dhe pasi doli në pension dhe pasi ishte një moshë paksa të kaluar, jetëshkrimi i tij na tregon që u kthye përsëri në fshatin e tij të lindjes dhe shërbeu deri në fund të jetës së tij në vitin 1948, ku la edhe frymën e fundit po në këtë kish, ku varri i tij ndodhet sot pas ajovimës. Sot kjo kish frekuentohet nga besimtarë të shumt, nga turistë të ndryshëm që vinë dhe vizitojnë kishën dhe i falen njëkohësisht apostujve të nderuar. Çdo vit në datën 29 qershor që nderojmë apostujt e shenjtë, Pietrin dhe Pavlin, këtu e kremtojmë me madhështi panairin e apostujve, ku nuk vijnë vetëm nga fshati besimtar, por edhe nga fshatrat të tjerë të Zagorisë, madje edhe nga qyteti i Përmetit edhe i Këlqyrës, vijnë që të adhurojmë së bashku Perëndin dhe të lavdërojmë e të nderojmë apostujt e shenjtë. Përveç se ditët së apostujve, gjithashtu kryet edhe misteret të tjera siç është misteri i pagëzimit, i kurorëzimit, por edhe misteret shërbesat siç është e përkujtimores, varimit edhe të tjera çfarë ka në dobi çdo besimtar i krishter ortodoks. Pra kisha është në funksion të besimtarve dhe gjithmonë në dobi të tyre. Lutim Zotin që të vazhdojë të jetë kjo kish e mirëmbajtur ashtu siç është edhe sot, dhe një falënderim i madh i takojnë dy personave. Së pari takon kryepiskopit Anastas, i cili edhe vet ka ardhur këtu dhe ka meshuar në vitet e para në këtë kishë madhështore, dhe kontributi i tij është kaq i madh sa që nuk lejoi që të rrëzohet kjo kishë, por dhe u kujdesur gjithmonë për këtë kishë. Dhe falënderim tjetër patjetër i takon edhe Ministrisë së Monumenteve të Kulturës, ku përpara pak vitesh erdhën Instituti i Monumenteve, e pan nga afër problemet që kishte kjo kishë dhe fal Zotit u restaurua. Dhe sot kjo kishë nuk ka më problemet që ka pasur më përpara. Lutim Zotin që kjo kishë të mbahet vazhdimisht nga besimtarët, nga klerikët edhe nga të gjithë dashamirësit e saj. Pra është një kishë e shpallur monument kulture, e ruajtur e shpallur që nga viti 1975 monument kulture, e ruajtur edhe në kohën e komunizmit për vlera që mbarte, nuk u dëmtua, u ruajt dhe mbart vlera të rëndësishme, vinë dhe vizitohet nga turistë të huaj dhe vendas, gjatë gjithë verës, po edhe dimrit. Të gjitha vinë ngelen të habitur për pikturat, afresket që ajo mbart, që janë ruajtur që në vitet që ajo është bërë, që në 1811. Neve kemi këtë si një identitet të rëndësishëm të jo vetëm të zonës, po dhe kombëtar, është një pasuri e rrallë që ajo mbart. Këtu jemi rritur, jemi pagëzuar dhe kjo kishë dhe shumë breza kanë kaluar nga kjo kishë, një ndër ta dhe unë dhe shumë të tjerë që do vinë mbrapa. Është një pasuri që duhet ta trashëgojmë në breza dhe ta ruajmë.
kemi detyrë të gjithë ne si klerik, por edhe si besimtarë që këto kisha ti mirëmbajmë. Jo t'i kemi thjesht si muze dhe mezi të presim që një vizitor të kthehet në fshatin edhe të vijë të vizitojë këtë kishë, por të jetë një vend ku të kultivohet besa ortodokse. Ajo besë që të parët e trashëguan. Dhe sa po futesh në këtë kishë apo sa po e sheh nga jashtë, sa po ballafaqohesh me të, menjëherë shpirti njerëzor ballafaqohet me hyjnoren, ballafaqohet me të shenjtën. Kështu që le të jetë kjo kishë, ky vend i shenjtë, gjithmonë një vend lutje, një vend adhurimi, një vend ku të përulen gjunjët e besimtarëve dhe të kërkojnë ndihmën, ndërmjetimin e Zotit Krisht në qiejt. Le të mbetet kjo kishë, le të ruhet përjetësisht. Le të shërbej fëmijëve, le të shërbej të rinjve, le të shërbej banorëve të kësaj zone dhe kësaj treve të bekuar.